Aja që realisht e bën këtë muaj të veçantë e që duhet pastaj edhe ne ta trajtojmë si të veçantë, është edhe një ngjarje e madhe, një ngjarje shumë e rëndësishme, një ngjarje që nuk duhet anashkaluar e që ndodh pikërisht muajin Shaaban. Çka ndodh këtë muaj të ndrozur? Çka është kjo ngjarje interesante? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se në gjysmën e muajit Shaaban ngriten veprat e robëve tek Allahu te barekuhu teala. Një lloj bilansi vjetor i veprave tua. Çfarë ke bërë për një vjet, raportohet për ty tek Allahu te barekuhu teala. Melekët që kanë shkruar veprimtarinë tënde, punët e tua, aktivitetet e tua, sjelljet e tua, gjitha çfarë ke bërë, të përmbledhura në shkrime të sakta, të përmbledhura në shkrime precize, duke mos munguar asgjë, madje sa thërmia, e përmbledhur dhe e prezantuar tek Allahu te barekuhu teala. A thu vallë, a të bën përshtypje kjo? A thu vallë, a është interesant kjo? Për një njeri i cili e din çka nuk kupton dalja për Allahut, për një besimtar i cili e din çka do me thonë, llogaridhënia për Allahut mënduar, kjo ngjarje është shumë e rëndësishme. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur agjironte të hanën e tajtën, e arsyetonte se e ajtja është ditë kur në bazë javore bëhet raportimi për punët e mira. Andaj thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam dëshirë që kur punët e mia prezantohen tek Allahu të jem agjërueshëm. Të jem një gjendje që Allahu më mëshiron, që Allahu te barekuhu teala më fal. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pas pak ditëve do të bëhet prezantimi i veprave tua tek Allahu te barekuhu teala. A thu vallë, çfarë do thuhet për ty? Çka do të raportohet për ty? Kanë me pak ditë përmirësoje fletorën. Pëndohu, largoj atë që ke mundësi, lëshimet e të metat, që s'faku ta përmirësosh raportin vjetor për ty tek Allahu te barekuhu teala. Dhe nëse raporti për ty vjetor është i mirë këtë vit, është tregues se edhe Ramazani ka me qenë i mirë. Prandaj e veçanta e muajit Shaban është raportimi vjetor për çdo këmpineve. Ky raportim të ndërrozë që po flas për të, nuk du të kuptuar si diçka abstrakte, iluzionare, si diçka imagjinare, jo, si diçka shumë konkrete. Na nuk e pretojmë këtë nga mirësia Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ala nuk e nxiton gjykimin e tij në këtë dunjë. Në bazë të raportit, edhe pse ndoshta shumë nga njerëz meritojnë dënim kur realisht dorëzohet raporti, meritojnë ndoshta me shkatërru, meritojnë ndoshta me u dërgu kush e çfarë dënimi. Megjithatë Allahu xhallahu ala i begaton, i lën që të vazhdojë tutje. Mirë, po besimtari nuk duhet ta merr këtë sinjal kështu kaq me injorim, por duhet ta merr si vetdije se një ditë ka marrë dita kur çdo kush ka me pagu për veprat e tij, ka me pagu për lëshimet e tij dhe për të bëmat e tij.